Përfitojmë nga rasti të falenderojmë edhe të gjithë mësuesit së bashku me nxënësit e tyre që po e përfundojnë me sukses këtë vit shkollor. Mos harro Luzen. Patjetër edhe Luzën. Luzja është mësuese e dalluar. E dalluar. Po për çfarë dallohet Luzja tani? Tani që Luzja është e dalluar, këtë e dim të gjithë, por ç'rëndësi si ka kjo e rëndësishme është që tani do të vinë në sken Luzja! Alo, Baci, shifi qing frigorifera, kanë grini së shteja? Jo, mirë pra, hape frigoriferin, merri seshten, hudhi qik krype dhe futet të akthi që ta ham për djath në drek. Jo për burr, jo, mos shko me blet djath të marketi, sa thaj një seshtë është. Kis il mio Alejandro. Mirdita, Zyshe. Mirdita, buonasera. Babi Gjulios. Ashtu, Po, kjo është mbledhja fundit për këtë vit? Kjo është mbledhja fundit për këtë vit. Po. Edhe mirë se erdhe në mbledhjen tonë. Tani, Po. ja dhe shkolla po mbaron, moje dashura ime, është shkolla e preferume e Bacit kjo. Ç'lire ka kjo? Se u mërzita tje? Po jo më së mërzita, po kam marrë të lutem më njofto si është çuni, si ecën me shkollë, sa më shqetësuar, për ata punojmë ne, kupton? Për ato po punoti, po s'ke hedh gjopa mirë. Po se mos e ke kërkutje si dhashun. Se mos më dheti e si mora unë. Hej, zoti mo, qato njerë shumë vlla. Ua! Urda. Rofsh! A vash, mi more me gjithë gisht, a vash. Une! Ljali! S'ke, moj? Unë për lek jo fa drom! Mjes gjëm lek që del për para! Nuk e vras me A jenë mund ta shoh pak listën e notave djalit? Pa tjetër, urdhëra. Ky është me gjitha dhjeta, pse mi more lekët ti mua? Ashtu, Pa. Mirë pra, mi e pa të listën e notave, edhe do të angeli dhe djalin e me qeft mos kom për ta njën. Pse ta ngelish me, jo me s'ka problem, të lutem. Jo, mbaj lekët, Zyshe E s'ka... listën! Po jo, me jo! Listën! Ore, të Është i lutem. ngelur! Kem faleminderit shumë, ti t'i gëzosh lekët, hajde. Ashtu e? Po, t'i gëzosh, miru pafshim. Miru pafshim. Hajde, ciao. Goodbye. Hajde, bye, Chin, miru chin. pafshim, miru Au pafshim. revoir. Next! Mirë ta zysh Luza. A vasho 4 fener se për na shkull kraun. Më tha vajza që donit më thoni diçka tepër të rëndësishme. Ua, në këtë mbledhje pritjesh është një gjë tepër e rëndësishme. Gjoja më e rëndësishme është kjo tashim. Baçi tim i është prish dumdumi, edhe ka harxhu 230.000 lekë për ta rrugullu. Po na udh llafin për të dhënë një lek timi. Çarmi? Po tu llafin une? Po pse mi delenxhie jo mun? Unë jam legene, po jo delenxhie. E po dëgjoj. Edhe s'po të hedh llafin Lali, po t'i kërkoj tull. Shkurt pasër pa gabime. E po dëgjoj këtu. Nuk kam për të dhënë kokër leku me. Ashtu mami kujt ishte ti? Mamaja Elës. 2-4 ka morë Ela matematik. Ua, kur i morimi? Javën që vje ka për t'i morë. Moj, po më bën presion ti? Presione? Unë jam go die bitch. Unë Lali, unë presionin e kom karikim. Dëgjoj këtu. Po shkoj të ankojmë të drejtori që tani mi. Ik mi anko, unë e 10.000 lekë qelpët kërkova. Drejtori pa 50 që sot mirë mjes Lali. Mirë. Next, please. Përnetari. Përshëndetje, shoqja Luza. Përshëndet. Jam i shqetësuar se ju nuk po ma trajtoni nipin ashtu si duhet. Nuk po ma rrihni ashtu si duhet. Ej, pa komunisti e le gjithjetën o burë. Si më nuk u shujt të tjerë ju komunistat mër burri dheu, si më akoma pas ka komunista e? Ka sa të duash, vetëm se ka ndryshuar partesyt. Tek ne vërtitën, të gjithë. Po qa bëmër? Ne druri komunizmit në arriti dhe në bëri njerëz. Sta komunist ke njele mamen edhe në gjimnaze, kur zune i dashnore, edhe kur bëshë dashnima atë, ma i shëndor shënime për kinën, të Enver Hoxhës. A mund të di si e rrihni nipin tim? Pa tjetër, fare kolaj. E kap nga flokët, edhe fa, dik. Një herë për zjoni, një herë për zjati. E pse kjo metodë? është më i shkurt i tritet zjatët i qiko burë. Po ju që nga një amatoret, ju dashke pushkatuar. Si?
Urdhro këtu. Qa është kjo mërë? Këtu ke leksionet nga kua jonë se si ta trajtosh shnipin si ta rrash. Qa thu më burë? Urdhro dhe këtë, bëj atë që të them dhe do të ta shpërblej. Ue, për zotin! Halal! Merni më shemull, si më qa prindi, halal, lali, i qekë është kjo, ku ta thiu këtë qekun? Jo, po polak. Si? Ai është talon. Talone, E kam që në vitin 1984. Mbaj se do të duhet. e që duhen këtë, ku ta fusu këtë për burri dheut? Ku i dihet vjen koha jon do një ditë dhe do të duhet. Ashtu, e? Ata thoti i gjorë proletar motra jote ty, si me të pas motrën tate? Po, ma thuaj si kur ti ish vlla im. Po. Apo më pirdhesh që këtu ti mu? Të preske kafja. Si? Ty që sa më gjeti mu? Next! Më falë për vornesën. Ska gjo lali 20.000 lek. Qa thua moj luze, na grive nga lekët, vetëm lekë kërkom, si së të vjen qik tur. Hish nuk më vjen. Jo më si plasme. Shodho pinde mu ka bo kjo. Nuk pys hiq. Unë jom zhgaravine marumore. S'kemi qa bëjmë, për leke kemi. Aq keq kemi qenë për lek, sa që dje kur futa kartën bankomat, ma përplasi bankomati, lali, kartën mu në balë, e të futi dhe i të bështyme, puf nga mu s'ket turp maskaresha. I kjo vendoti këshu tha, e zi ta ure se da. Mirë, mos bë kështu. Urdoj 20.000 lekshin. Rofsh, lali, për tjetë ta shofash, qësoj ma të tjetërin? Njësojsh, ja shiko. Rofsh, faleminderit shumë. Ha? Mirë, më thuaj Çfarë halli kisit? si po ecën djali im Orsi. Orsi, ç'ne Orsi në klasën time o burri dheut, Orsi është e klasa 1. Më kthej një qik lekët mbrapsht. Si komo? Sa po ja dash zysh është letërsi se ja kisha bord. O di mos ja fut kota, një s'kaloj as një zysh këtu. Po unë pra jap letërsin. Sa po ja dash ky herë, zoti madh. Më kthej lekët të ikit ja jap zyshës së Orsit. Qa thu, për që do ajo lekës, zi me i majtë ajo lekët, lali, mirë bone që mi dhe mu, se i manona këtu daku, ecë mos e vrit me e hiq. Ç'të bëj se ma more mendjen me këto fytyrë të bukur që ke pa. Ashtu, e? Oh, po na gjuti, e? Igore, ti me kësurracit telenovel turke. Ik po them se ta sula bacin. Qa bok të budalaj këshu, buri dheu. Hej, zoti mod. Edhe tani, sa u lodhëm. Konkluzioni mbledhjes të dashur prindër. Më dëgjoni me vëmendje. Me të vërtet po vinë pushimet, por kalamaj duhet të jenë aktiv dhe në kontakt me mua për kurse private gjatë verës. Ja për shembull, me datën 8 korrik e kanë shumë, po shumë të rëndësishme të vinte unë për një rikujtim letërsie. Se me datën 9 komidasë me duhet me hedh qokër aty unë. Po ka që rëndësishme është edhe data 14 gusht. 14 gusht duhet të bëjt një rikujtim i lëndës së matematikës. Se edhe nona do t'i bëjt 2 ditë pushimet qelta, apo jo? Do t'i bëjt se s'bo. Kom 3 vjetë, sa herë që vje vera, kom 3 vjetë që lyhemi në shtëpi me bacin me kryp. Futemi të botë dush gjoja, bëjmë qefin vetës që po bëjmë plazh. Iko buri dhe o që hej zoti mod. Pastaj, unë di si ta kaloj momentin. Jam një femër që e kaloj momentin shumë bukur. Sepse tani unë, bashk me juve, do të shofim një gjë shumë të mrekullueshme. Bashk, 1, 2, 3, ata janë vetëm të vëtru!